Mora këtë mesazh nga telefoni për ta hedhur në debatin me ata të cilët siç më janë vënë mrapa, do më kenë mrapa në aspektin e debatit, sepse unë nuk mund të pranoj lloj sharlatanësh, delirantësh, manipulatorësh apo njerëzish të futur nga të tjerë, si edhe hipokritësh që i kam njohur në punë, i kam parë në punë që të marrin mikrofonin e protestës edhe që të tregojnë si bëhet Shqipëria. Këtë unë s'mund ta pranoj dot. Mund të jetë diçka që të tjerë s'do e bënin, por unë nuk mund ta pranoj. Jo, unë këtë mesazh e nxora për të ndarë të vërtetën time të thjeshtë që unë kam të një shqetësim. Por për te i bashkisë, ne kemi probleme me administratën patjetër. Dhe kur administrata nuk e mban barën që i takon, atëherë bara përfundon mbi shpirtin dhe mbi mendjen e qytetarit, e familjes, e njerëzve që duhet të marrin përgjigje, pastaj hidhet hap pas hapi dhe vjen prap tek tavolina. Por këtu duhet bëj një ndërhyrje që nuk kërkoj mirëkuptim, por thjesht kërkoj dëgjim nga të gjithë. E kuptoj që kur gjëja vjen te vetja është ka arritur fundi i durimit. Por nga ana tjetër nuk duhet lejuar që një hall i drejtë të bëhet lëndë djegëse për ata që vazhdojnë ushqejnë të protest, vazhdojnë ushqejnë të rrëmuj, vazhdojnë ushqejnë këtë rrëmuj më shumë shpirtërore se sa fizike, duke bërë dëm pas dëmi, jo duke ndihmuar që gjërat të zgjidhen. Ata janë njerëz që ushqejnë me problemet të tjerëve dhe janë njerëz, janë subjekte, janë organizata, janë edhe aktorë të tjerë jashtë vendit që ushqejnë me problemet e tjerë. Problemi juaj dhe gjithë atyre si ju që shkojnë atje ose që janë të lidhur me atë gjë nuk është të jepni karburant politikës apo qëllimeve të tyre pa diskutim. Se ata nuk kërkojnë zgjidhje. Ata kanë nevojë që zgjidhja mos vi kurrë. Se ata duan që të mbajnë gjallë zemrimin për çarjen dhe iluzionin që çdo plagë e një qytetari është prova që këtu duhet rrëzuar gjithçka dhe Shqipëria duhet filloj nga e para. Ata nuk janë njësoj si ti, si ju, si qytetari që ka shpirtin ndaj tundës, kërkon drejtësi për pallatin e shëmbur apo të dëmtuar, se nuk e di konkretisht.